Ekzekutohet në mes të rrugës 19 vjeçari shqiptar në Francë. Një shqiptar vetëm 19 vjeç është qelluar për vdekje mbrëmjen e të dielës në qytetin Clermont-Ferrand në Francë. Lajmi është konfirmuar nga policia lokale, ndërsa ngjarja ka ndodhur rreth orës 21 pranë stacionit të trenit në qytet. Policia u njoftua për të shtëna me armëzjarri dhe pas mbërritjes në vendngjarje konstatoi se i riu kishte ndruar jetë në vend si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit. Sipas mediave në Francë, autorët kanë qelluar nga brenda një automjeti në lëvizje dhe më pas janë larguar në drejtim të panjohur. Ngjarja po zhvillohet nga divizioni i krimit organizuar dhe i specializuar, ndërsa deri në tani nuk raportohet për të ndaluar apo të dyshuar. Hetimet janë në vijim, ndërsa autoritetet nuk kanë bërë ende të ditur motivet e mundshme të vrasjes.